Mos ndoshta fjalkalimi yt është Charlie? Mbase është Charlie 1 2 3? Sa bukur. Hakerat nuk do ta zbuloj kur. Kur vendosni fjalkalime sipas emrit familjarëve, kafshëve shtëpiake apo ditëlindjes, është njësoj sikur të lini hapur derën e shtëpisë. Është njësoj sikur të lini hapur derën e shtëpisë. Gjithçka është tepër e lehtë për një sulm hakerash. Si mund të krijosh një fjalkalim të mirë? Cili është aktori yt i preferuar? Mrekulli. Le ta marrim si shembull. Zvendëso disa prej shkronjave me numra dhe simbole. Tani shto një tjetër shenjë fiksimi në mes dhe në fund. Gjithashtu, në fund mund ta vendosësh edhe moshën e tij. Kështu, hakerave do duhen 100 vjet për të zbuluar fjalkalimin. Shumë bukur. Tani fshi fjalkalimin e vjetër dhe shkruaj menjëherë fjalkalimin e ri. Jo ashtu, përdor tastierën. Gjithashtu, përpiqu të krijosh fjalkalime të veçanta për secilin nga profilet në rrjetet sociale dhe llogaritë e emailit që ke, ose përdor një program për menaxhimin e fjalkalimeve. Mos e përsërit të njëjtin gabim. O zot. Ashtu pra, mbrohu në internet. Jeta nuk është prallë.